momentit që ajo qendër estetike ka një pajisje të cilat është mjekësore, lazer mjekësore, nuk e përdor një estetiste, automatikisht i drejtohesh një mjeku. Edhe automatikisht ajo pjesa që ku ta di una nuk ekziston, sepse unë si kompani që jap dikujt një lazer do thotë që aty përballem me një mjek. Më thështin, unë nuk e di se sa mund të verifikoj, ato du të mbajnë përgjithësi pjesën e kompanisë që japin atë pajisjen mjekësore dhe të shikojnë se nga ai personi vjen. Kështu që automatikisht shikojmë pajisjen mjekësore me sa di unë të paktën të profesioni im, nuk i japin nëse nuk kanë informacion që aty ekziston realisht një mjek. Nëse unë si estetiste them Despina sot, unë duhet të marr një pajisje lazer të cilët është mjekësore. Nuk ma je pas një kompani. Asnjë. Një kompani të huaj, nuk ta jep. Distributorë në Shqipëri nuk ta ofron, sepse nuk rrezikon. Sepse përveç pjesën që ti rrezikon klinikën tënde, që kur ti mund të ndodhi një dëm, automatikisht edhe kompanisë ti do i kërkosh përfaqësi si e ke dhënë ti atë lazer në një person që nuk është i pajisur ose nuk është certifikuar si mjek për këtë gjë.